Sigurisht që largimi I profesionistëve shëndetësor është shqetësim jashtëzakonisht I madh, jo vetëm për infermierët, mamita dhe profesionistët tjerë shëndetësor, por gjithë vendin. Në një të ardhme mund të mbesim pa infermier apo staf të trajnuar me përvojë, nga se infermieria kosovare sot po merr rrugët e largimit apo destinacionet në vendet ku po ka kushte më të mira edhe paga më të mira. Ne si njerëz, natyrisht do njani punojmë për kushte edhe një jetë sa më të qetë. Ne si OD po ndërmarrim masa jashtëzakonisht të mëdha viteve të fundit për t'i motivuar ata që të shërbejnë në vendin tonë. Për shembull, tani më kena nënshkruar marrëveshjen me një avokat I cili do t'i përfaqësoj të gjithë komunitetin tonë në kontekstin e punës, pra kur kanë ndonjë shqetësim